Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për situatën politike në vend, konkretisht për fushatën elektorale, ku janë nxehur gjakrat mes forcave politike, veçanërisht gjatë orëve të fundit sa i përket kontratës së Partisë Demokratike me amerikanët, një kontratë ku qeveria, ose më saktë njerëzit pranë qeverisë kërkojnë që të hidhet dritë mbi të, një kontratë që shkon në shifrën e 6 milion eurove. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, si e shpjegoni gjithë këtë tollovi që është krijuar rreth kontratës për 6 milion euro të Partisë Demokratike me kompani amerikane, ku kërkon lobimin në favor të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Të gjithë ata të cilët duan të bëjnë lobim duhet të kalojnë nga dera e lishmërisë që është kontrata. Për sa i përket të vlerës, vlera është thjesht një reklam që i bëjnë disa lavazhier, si i bënin dikur Spakut dhe sot bëjnë sulm ndaj Spakut për shkak të Erion Velis, janë ata të cilët ekspozojnë çmimin, por nuk thënë të vërtetën. Dhe e vërteta është kjo që edhe Partia Socialiste ka marrëdhënie të tilla lobimi, të cilët janë shifrat më të rënda se kjo e Partisë Demokratike. Por nuk do të merrem me shifrën, po do të merrem pikrisht me kozjatjen e kësaj të kontrate, sepse pikrisht administrata e Trumpit doli në skenë dhe tha që po kemi një kontratë, po kemi një marrëveshje, po unë jam personi që drejtoj fushatën e një 9 grada nga Partia Demokratike Amerikane, ndërsa nga Partia Republikane Amerikane, Berisha është një person i cili ka lëbuesit e vet, pra ashtu siç e themi qartëzi, ka njerëzit e tij të cilët do të merren jo thjesht me fushatën në Shqipëri, por të merren për të plotësuar, ose më mirë për të rregulluar figurën e Partisë Demokratike me raport me amerikanët, sepse loja ose betejë e ndyrë, e paftyrë të Yuri Kim, një ambasadore po shërbëtore e Fondacionit Soros e Partisë Demokratike Amerikane, bëri që të ndërhyj në çështje të brendshme të një partie, duke shkuar pikrisht te dera e një subjekt politik, nuk e bëri tek Partia Socialiste, që të dilte te dera e Partisë Socialiste dhe thoshte nga politikani i keni katandisur gjithë burgaxhi, t'ia thoshte antarëve të Partisë Socialiste, atëherë do i quante çështje brendshme politike, ndërsa shkoi përpara derës së Partisë Demokratike dhe i tha do haj bar. Kush do haj bar? Populli shqiptar? Kush do haj bar? Ata të cilët votojnë Partinë Demokratike, kush do haj bar? Dhe ku ka ajo kompetencë që të flasi për këtë frikësirë, ndyrësirë që ka bërë në mandatin e saj, jo si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si ambasadore e Partisë Demokratike Amerikane, që është e atashuar ndaj Fondacionit Soros me zë, me figurë, me letra, me porosi dhe përveç kësaj edhe me fatura të kripura, ashtu siç edhe Blinken ka familjen e tij në shtetet e tjera që janë të punësuar në Fondacionin Soros. Pra, loja ose ideja që shiko sa e shtrenjtë që ka kjo kontratë është mashtrim, sepse është pikrisht për të hedhur, do thoja, vëmendjen tek çmimi, por jo tek përmbajtja. Kush është përmbajtja? Përmbajtja është që të gjithë lobuesit, të gjithë personat të cilët janë pjesë e kësaj kontrata, janë pjesëtar të administratës Trumpit. Janë ata të cilët e quan Trumpin drejt fitores. Dhe unë sfidoj KD që mendon që administrata Trump ka bërë gabim që ka ardhur për të mbështetur Sali Berishën. Dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër që nuk u përsoll nga të gjitha mediat në Shqipëri, diskutimi në Kongresin Amerikan për shpadhjen non gratës. Pra ndodhi diskutimi. A ishte i lobuar në këtë diskutim? Jo. Ishte thjesht iniciativë e një kongresmeni. Prandaj, për ata lavazhierët që na thoshin sa i mirë ishte Spaku, që arrestoi Sali Berishën, arrestoi Ilir Metën, por ama kur arriti momenti që arrestoi partia e vet, Erion Velin,
dolën lavazhjerët dhe thoshin Olsi Dado që ka njeri i keq, dërsa Dumani i ndershëm. E kuptuat? Pra këta individ sot do të shikoni në për panele, në për kultuqe të orës 21 që të flasin për shifrën ku i ka lekët Partia Demokratike. Partia Demokratike i ka lekët, sepse Yuri Kim ishte ajo që investoi që Partia Demokratike të kishte një konflikt të brendshëm me iniciativën e saj dhe mbështetjen e kundërshtarit politik, po edhe të McGonagall për të prishur dhe shkatruar Partinë Demokratike. Partia Demokratike gjithë këto lek nuk i harxhoi sepse ishte në një luftë të brendshme, dhe ato lek që kanë mbetur nga gjithë ato vite që Partia Demokratike si parti parlamentare merr lek nga KQZ-ja, ato para do paguen sepse dy partit kryesore në vend marrin më shumë se 6 milion euro dhe jo më 250.000 euro në muaj. Dhe prandaj, kjo është një lojë e radhës për të dukur qartazi shërbëtorët e sistemit, shërbëtorët e kalpsirës dhe shërbëtorët e OJF-ve dhe të njerëzve të cilët na shistin patriotizmin nga Gjermania për të na bërë sot kultuqet tona ose kultuqet e atyre që ne t'i japim vëmendje. Po jo, keni humbur betejën sepse linja Trump është më e fuqishme se burokracia e Partisë Demokratike Amerikane e atashuar në George Soros. A nuk duhet në këtë rast që Partia Demokratike të bënte transparente gjithë burimin e këtyre të ardhurave sa i përket kontratës së lobimit? I ketë Komisioni Qendror Zgjedhor bilancet e Partisë Demokratike që është subjekt i cili e ka për detyrë të pasqyrojë bilancet. Çdo gjë që thuhet është mashtrim. Përveç kësaj, Partia Demokratike është një parti që nga viti që ajo është krijuar ka marrë para nga buxheti i shtetit, i ke në bankë dhe bën matjet dhe shikon realitetin. A do të bëhet transparenca? Pse nxitojnë disa individ që të bëjnë transparencë për diçka që vetë ligji e përcakton që transparenca bëhet në 2026 kur bëhet bilanci financiar i partive politike sipas zgjedhjeve që është detyrim ligjor, ashtu edhe pas zgjedhjeve që është po ashtu detyrim ligjor që të bëhet qartazi, pasqyrimi dhe kopja të shpallet në publik. Partia Demokratike nuk ka diçka të fshehë. Ata të cilët kanë që të fshehin diçka janë ata që kur Spaku arrestonte në mënyrë të padrejtë kundërshtarët politik, inkurajonin Spakun, por kur Spaku u fut në luftën e brendshme e Partisë Socialiste, u bën grupe rivale dhe konkurrente midis tyre. Si e gjykoni lëvizjen e prokurorisë së posaçme e cila ka bërë të ditur se do të nisë hetimet kryesisht mbi burimin e financimit të kësaj kontrate? Unë uroj që mos shkojë në një person në të ardhmen të bëjnë jetim për burimet financiare dhe drejtimi ose administrimi i buxhetit të Spakut, se kam frikë se do të dalin gjëra akoma më të tmerrshme. Edhe kam frikë, nuk e di kush do arrestoj katër brenda njëri me tjetrin. Por verifikimi që Spaku e bën sipas një informacioni, për mendimin tim, është edhe ky një, do thosha, një fillim i gabuar që bën prokuroria e posaçme, e cila bjen direkt në direktivat e partisë në pushtet për të treguar tek opinioni publik që ne jemi gati në flagrancë të kapim krimin organizuar, krimin, terrorizmin, gjitha këto, ndërkohë na e mban të kapim asgjë tjetër përveç të merrem me thashëtheme. Si mendoni, pse Partia Demokratike nuk e ka realizuar më parë një kontratë të tillë për të shmangur edhe polemikat tashmë përgjatë fushatës elektorale, por e ka bërë pikërisht në një moment të tillë kur në Shqipëri po zhvillohet fushata elektorale për zgjedhjet e 11 majit? Unë mendoj se kjo është një strategji e mirë, jo për të hequr vëmendjen nga fushata, por për të treguar shqiptarëve që shpadhja non grata e Sali Berishës ishte thjesht një interes i Partisë Demokratike Amerikane dhe tani e tutje Shtetet e Bashkuara të Amerikës
drejtohen nga Trumpi dhe kjo do të thotë që administrata e Trumpit ose njerëz të cilët kanë marrë pjesë në fushatën e Trumpit para se të zgjidhte president janë atashuar pranë Partisë Demokratike. Pra do të thotë që kemi një urë komunikimi nga Partia Demokratike me Sali Berishën në drejtim të administratës së Trumpit, por edhe të njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në fushatën e tij dhe kanë bërë president të Shtetet e Bashkuara pavarësisht sondazheve që thoshin për Harris, e cila do të merrte triumfi, do të ishte bërë presidentja e parë grua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga sondazhierët të cilët të bëjnë sondazhe 3 muaj para dhe më fund fare te selia e kryeministrisë bëhen edhe ato korrigjimet e fundit. Të lutem, të jemi realist tani. A mendoni se përmes kësaj kontrate Berisha ka arritur deri te njerëzit e afërt të Donald Trump dhe sa mundi shërbej kjo politikisht në këto zgjedhje? Shërbimi politikisht është dhënë. Zoti Berisha, për mendimin tim, nuk ekziston non grata. Non grata është diçka e cila nuk ka vlerë politike as juridike. Zoti Berisha nuk ka rëndësi të dalë jashtë shtetit për të bindur që ka mbështetjen dhe lidhje dhe marrëdhënie me amerikanët. Zoti Berisha ka pas lidhje me amerikanët. Ardhja e Bushit nuk ishte sepse Berisha ishte i bukur, por ishte sepse pikrisht Berisha në atë kohë kërkonte pavarësinë e Kosovës dhe pavarësinë e Kosovës e garantonte vetëm një shtet që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç kësaj, lidhjet dhe marrëdhëniet e Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kongresmen dhe personë të tjerë ka qenë shumë vite më përpara dhe s'ka nevojë që ai të publikojë marrëdhënie të tilla për një interes koti, sepse në fund fare një strategji që ndërton edhe ti si mbrojtja që je ndaj një çështje të posaçme që ke për të mbrojtur, nuk del në publik dhe thua se si do ta bëj mbrojtjen, sepse pikrisht në rast se do të thua se si të bën recetën e mbrojtjes, kundërshtari do ta marrë dhe ti kur të shkosh në gjykat do shikosh tavanin, edhe po pe tavanin, pastaj do shikosh në gjë tjetër, se në fund fare ke shpallur të gjitha publike. Prandaj zoti Berisha, për mendimin tim, bën gjërat më të mira që i bën ngadalë, avash dhe përveç kësaj Yuri Kim i iku gjitha i investim që bëri kundër Berishës. Zonja dhe zotri, Berisha ka partin, ka lidhjet me amerikanët nga Trumpi, lufta që bëri Yuri Kim, që tha edhe çka tjetër që asnjëherë se ma me nga ju, tha, mora garanci nga zoti Rama që do të përjashtoj zotin Tom Doshi nga koalicioni. Tani, lind pyetja e imje. Po si ka mundësi një ambasadore pavarur të marrë garanci nga një kryetar partie, jo kryeministër, e të thotë përjashtoj një person nga koalicioni? Tani ky është atashim i ambasadorit privat të Edi Rama, apo është atashim i paligjshëm i cili është bërë nga një diplomate amerikane që ka përvitësuar detyrat e saj kushtetuese dhe ligjore duke u bërë zari Edi Ramës, që ju më thoni për transparencën. Pra Berisha bëri një marrëveshje, ka bërë marrëveshje të ligjshme, komfort ligjit, dhe pse duhet ai të japi llogari për diçka që kur të vi momenti të japi, por llogari duhet të japi Yuri Kim që humbi betejën me Sali Berishën. Vuri Luli në përdorim, Lulit ja futi, shkoi me jangull Sali Berishës, jangulli edhe Lulit, edhe vetes, edhe avash edhe Ramës. Si mendoni, sa rol ka Lasivita në këtë rast dhe si mund të jetë ndikimi i tij sa i përket realizimit të kontratës, por dhe sa do ndikoj kjo në zgjedhjet e 11 majit? A jep kjo pesh Berishës që mund të rikthehet sërish në pushtet? Nuk e shikoj kështu si e shikoj njerëz të tjerë, se unë të them vërtetën, kur shikoj diçka që shkëlqe, nuk e besoj në pamjen e jashtme. Dua ta përpunoj dhe ta shikoj pak, ta shikoj a
është diçka që shkëlqen, është diamant, është flori, është i lyrë me flori, a shkëlqen mirë, a ose kam problemu me sytë edhe nuk shikoj se shkëlqimi mund të më japi ndonjë problem, dhe prandaj ajo çfarë unë shikoj te ky rast është diçka tjetër, jo Lacivita, jo McGonigal, jo Yuri Kim, të lutem, nuk i shikoj unë këta individ. Unë shikoj diçka tjetër. Kjo kontrat ka një afat 24 mujor. Unë kam parë kontrata 3 mujorëshe, 6 mujorëshe, në rast se vinë zgjedhje të parakoshme. Por ama, të më bësh një kontrat 24 muaj, me një parti e cila është shtypur nga Partia Demokratike Amerikane në shërbimin e Yurit Kim. Edhe mua të më thuash që Lacivita do bëj vetëm ai punë? Jo. Ai thjesht po bën PR-in, po janë individ të tjerë të cilët do bëjnë punën e dur. Çfarë do bëjnë? Do japin bar Yuri Kim. Do të japin bar McGonigal. Do të japin bar njerëzve të tjerë të cilët kishin marrë në patronazh një iniciativë e cila u duk qartë si që ishte ndërhyrje të brendshme të një partie politike, nuk flas të shtetit tonë, se ne i kemi shit të gjitha, ata të cilët thënë, ne, Shqipëria Europiane, ti Shqipërinë e ke shitur, qa t'i japësh më Europës, ti shqiptarët i thu, merr pasaportën dhe zhduk nga Shqipëria, vetëm këte po i thua tani, se e ke shpopulluar gjithë këto vite. Që do të thotë, Lacivita është një person i cili është drejtues i kësajt, do jenë njerëz të tjerë me integritet, me peshë të madhe, edhe do të çojnë mesazhe atje ku duhet dhe ashtu si duhet në momentin e duhur, dhe përgjigja do të vi në një moment afatgjat. Shi kozjatin e kësaj kontrate 24 muaj. Gjithashtu, më lejo të theksoj tek opinioni publik që na ndjek, e di që janë disa të cilët akoma e gëzojnë atë të drejtën e tyre që janë militant, që ata shohin pra Partisë Socialiste që kanë prodhuar nga politikan burgaxhi dhe janë krenar për këtë, gjithashtu dhe ata nga Partia Demokratike që mendojnë që do vinë në pushtet, duke dhënë përgjigje tek pyetja jote, do vinë në pushtet me këtë mekanizëm, unë mbaj rezervat e mia, por ama në fund të fare, unë them diçka që duhet të thënë ashtu siç duhet. Në rast se nuk besoni Lacivitën, futuni në website-in ose në faqen zyrtare të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty do të shikoni Lacivitën që shfaqet në një festim të ditëlindjes së zonjës së parë amerikane e Trumpit, që do të thotë urdhëro prezenca e tij aty. Se në rast se ai nuk vlen, do të thotë që mund të ishim edhe ne atje, po ne jemi, po është ai. Dhe këtë e ke te website-i i faqes në Facebook të ambasadës amerikane. Gjithashtu, për ata që mendojnë që Berisha vjen në këtë formë në pushtet, unë kam rezervat e mia. Berisha mund të vinë në pushtet, po pak me punë akoma më shumë, do të presim zgjedhjet, do të presim se si do të votojë sovrani. Por unë jam i bindur për veten time që unë pres rotacionin dhe unë do investoj në çdo formë dhe mënyrë që të bindi njerëzit për rotacionin politik, se nuk mund të pres më Partia Socialiste nga politikanë të më prodhoj burgaxhi e tjera akoma me radhë, dhe të paragjykoj Berishën, sepse Berisha ka qeverisur 10 vite vendin dhe Partia Socialiste ka nga 1944 deri më sot 2025 dhe ka qeverisur vendin pothuajse në 100 vjet. Edhe unë të paragjykoj Sali Berishën për një kontratë. Edhe unë të bëj luftë Sali Berishën për një procedim penal që është politik. Pra do të thotë, unë bëj vetëm një ftesë publike njerëzve që duan Shqipërinë, duan të vërtetën dhe duan të drejtën. Zonja dhe zotri, ju lutem, nuk e di a votoni majtas apo djathtas.
Nuk ka rëndësia bën kontrata Sali Berisha për të ardhur në pushtet, a është Lacivita ai i cili do të bëjë që Berisha të vinë në pushtet. Unë kërkoj nga ju me mendjen dhe me zemrën të shkoni dhe të drejtoheni kutive të votimit masivisht për të bërë ndryshimin dhe për të ardhur në të ardhmen ajo që quhet ndryshimi, sepse pushteti nuk vjen me kontratë, sepse ti si qytetar je sot dhe sfilitesh për një certifikat pronësie dhe Partia Socialiste 12 vite është tallur me ty. Je ti pensionist i cili je ende duke pritur për pensionin e drejtë dhe Partia Socialiste është tallur me ty. Je ende ti administratës publike që merr ilaçe depresive, ilaçe tensioni, ilaçe stresi që të krijojnë ata të cilët janë kriminela dhe futen në institucione shtetërore edhe të bëjnë presion ti që të je futur me nder dhe me dinjitet në administratën publike, ti duhet shkosh dhe të gjithë ne të shkojmë në kutitë e votimit dhe votojmë që pjesëmarrja të jesh mbi 50% që e mos ketë mundësi as Edi Rama dhe Sali Berisha të vinë të vetëm në pushtet. Kështu bëhet ndryshimi i pushtetit dhe jo Lacivita. Çfarë kërkon Berisha të arrijë përmes kësaj kontrate? A ka një objektiv konkret apo është vetëm heqja e non-gratës? Berisha ka luftuar për Partinë Demokratike, Berisha po lufton për veten e tij, Berisha po lufton për Shqipërinë dhe shqiptarët, Berisha po lufton për dinjitetin. Fjala dinjitet nuk ekziston në radhët dhe rrafshët e Partisë Socialiste, sepse dinjiteti për socialistët konvertohet me servilizëm dhe me korrupsion dhe me krim. Nuk është se ja them me qëllim edhe me keqdashje, po është e provuar botërisht nga dita ku kanë ardhur në pushtet edhe deri më sot që kemi fakte konkrete. Sajmir Tahiri në Burg, Vangjush Dako në Burg, Alqi Bllako në Burg, Lefter Koka në Burg, Erion Veliaj në Burg, Arben Ahmetaj në Burg po i arratisur, se kuptoj me vonesat e, Ilir Meta në Burg. Të gjithë këta janë socialista, specialista, që do të thotë Sali Berisha nuk ka prodhuar burgaxhi kaq shumë sa ka prodhuar Partia Socialiste në 12 vite pushtet dhe bashkëqeverisi me Partinë Lëvizje Speciale për Interes që në 2009 në thoshte Edi Rama dhe bëri koalicion në 2013. Pra do të thotë që Berisha sakrifikon për atë që quhet dinjitet. Dinjiteti është gjë më e shtrenjtë se sa të shpall non grata një ambasador që habar. Që do të thotë, për Berishën kontrata është dinjitet. Se nuk mund të shti të shpallësh non grata një person, shiko fakt tjetër, që Lul Basha nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale minusi më i madh i demokracisë. Nuk ishte syt blinken, jo syt s'kishte, mendje s'kishte dhe thoshte Saliu 100 vjet pa qenë pushtet, ai që e ka minusi i demokracisë. Lulzim Basha dik mandatet e deputetit. Tani a merrte ai urdhër nga Sali Berisha, nuk e di. Por në rast se vërtetohet që ai nuk ishte kryetar, po urdhëronte Saliu Lulin, do thotë ai na shiste pradhane, sepse edhe sot që kandidohet për deputet, mund ta marrë përhundësh Yuri Kim edhe të na drejtoj në parlament Lulin si deputetin e saj. Pra është e rrezikshme në rast se provohet edhe kjo. Që do të thotë Sali Berisha u sulmua nga të gjitha krahët, duke u akuzuar në një moment që nuk drejtonte më Partinë Demokratike, e zhvarrosën nga varri politik, e sollën në skenë, kush e solli? Yuri Kim, Lulzim Basha, Edi Rama, me budalliqë që kanë bërë. Që do të thotë, Sali Berisha, që të shplaj një përgjegjësi që ja ka dërguar ky që na thot
77-42, edhe pa tani thot Ramës shokut vet me 17 maj 2017 që bëri marrëveshje, dhe në 2020 që bëri marrëveshje në tokë amerikane të garantuar nga Yuri Luli Kushtopi, është e fusha jote. Edhe e kuptojmë se shumë tallen këta, dhe ne duhet t'i themi që jeni tallur dhe ne kuptojmë që talleni. Prandaj themi Yuri, Luli, të shiti, janë ngule, ta nguli, po është punë tjetër, është çështje personale. Zgjidheni vet. Prandaj them, rasti që të shpallit Berisha non grata, sepse që ka minuesi demokracisë, dhe ky tjetri që nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, ky tjetër ka djegur mandate që ku t'ia thuash në një tjetër, në njeriu që dogj mandate për të rrëzuar Edi Ramën, më shpall ti mua këtë minues të demokracisë. Prandaj unë po them, e vërteta është kjo. Berisha lufton për dinjitet dhe unë luftoj për dinjitet. Të gjithë duhet të luftojnë për dinjitet, por dinjitetin nuk mund të na captoj partia në pushtet. As Yuri dhe as një ambasador i cili vjen 3 vjet këtu, merr lekët, punon qyl këtu, bën sikur bën ambasadorin dhe në fund fare ikën në shtëpinë e vet dhe ne këtu fillojmë dhe vazhdojmë betejën me drejtësinë. Po me drejtësinë që na bërën reformën më skandaloze. Kush e ka fajin? Populli shqiptar ka fajin apo ambasadori Yuri Kim që thoshte fjali, mos them ndaj fjalë dhe ulim nivelin e bisedimit. Prandaj them, e vetmja gjë që mua më bën që të jem i kënaqur në këtë situatë është që zoti Berisha bëri një marrëveshje shumë të drejtë. Ashtu kanë bërë gjithë politikanët shqiptar, ashtu bën edhe Edi Rama, pavarësisht se lavazhierët e tij dalin duke na thënë për çmimin. Çmimi është i lishëm. Në rast se Dumani do të bëhet antar i Partisë Socialiste, mund ta ndjekë edhe për këtë Sali Berishën, por dihet që Dumani do të jetë antar i Partisë Socialiste. Sa e rrezikon ky afrim i Berishës me amerikanët vet Edi Ramën në këto zgjedhje? Edi Rama është i shqetësuar, jo se i është arrestuar Erion Veliaj. Edi Rama është i shqetësuar sepse pikërisht Sali Berisha ka pritur një person që është atashuar dhe është afër Trumpit. Frika e tij është e tmerrshme. Rama është rikthyer në vitet 2095, 97, mos gaboj, në kohën ka qenë më i ri, se ka qenë më i artikuluar në një aspekt tjetër. E mbani mend të gjithë ju atë që ishte kryetar bashkie dhe merrte flamurin amerikan shqiptar, edhe kishte aty te tavolina përpara dhe merrte edhe flak. Jo që na duhet kjo. Futu në YouTube, shikojnë. Nuk ka mundësi njeriu të ndryshojë kaq shumë shpejt se të erdhi kollari, të erdhi pushteti, edhe ndryshon. E mani men, apo e harrut që i binte tavolinës. Ishte ato momente që ishte vetëm, kërkonte ndihmë, kërkonte shpëtim. Sepse ishte afër Fatos Nanës, se ishte lideri i tij, ishte afër Ilir Mendës, se ishte pastërtia e tij, ishte afër zyrtarëve socialistë sepse kërkonte mbështetjen e tyre. Tani që është i vetëm atje lart, të gjithë këta që kanë qenë përpara afër vetes, pa afër këtij, normalisht po presin thënë, hajde se erdhi momenti. Edhe të gjithë janë duke e pritur. Pa ja, akoma nuk e besoj dhe prandaj i bie tavolinës dhe rënja e tavolinës ishte për Lacivitën, nuk ishte për të një person se erdhi sherifi. Sherifi ka ardhur shumë përpara, por asnjëri s'e ka parë. Dhe unë ju a them, në përgjimet që janë bërë nga Spaku me arrestimin e Erion Velis, Erion Velia ka urdhëruar gruan e tij që janë ftuar nga konsullata dhe i thot, Aleksi, mos shko atje se do vi Aleksi. A erdhi Aleksi, se lind pyetja, a erdhi Aleksi? Nuk erdhi. Edhe i thot, kujdes se ka shkuar administrata e re. Që do thot edhe vetë ai e dinte që administrata e re ka ardhur, por asnjërit nuk i ka thënë asgjë. Pra do të thot, Aleksi, ku je? Se të don kush? Se dim. Prandaj, e gjithë kjo situatë që ka ndodhur në vendin ton është e tillë, të gjithë lobojnë dhe të gjithë kanë lobuar ndër vitet. Dhe mos na bëjnë këta si të shenjtorët, të cilët nuk kanë bërë marrëveshje me amerikanët për të lobuar.
edhe një ministër i cili u dënua nga partia e tij, Sajmir Tahiri, bëri lobim për të pastruar figurën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe jo më të bëj Sali Berisha, që edhe faj mos të kenë, me faj e bëjnë, sepse pikrisht thënë për çdo gjë fajin e ka Saliu. Të mbarojmë këtë histori anormale, jo serioze, për njerëz që akoma mendojnë se Enveri është gjallë dhe normalisht duan të bëjnë ndryshimin edhe thënë nuk dua me këtë, është i tmerrshëm Edi Rama, edhe në fund fare shkojnë te kutia e votimit socialistët dhe votojnë Edi Ramën, pra votojnë shkatrimin e Shqipërisë. Është e tmerrshme. Si mendoni, a ka një shqetësim konkret të Edi Ramës se mos humbet zgjedhjet dhe a është reflektuar kjo te gjua që ka përdorur së fundmi, qoftë duke fyer dhe ofenduar burrat shqiptar apo qoftë duke përdorur një fjalor denigrues? Dua tani të bëjmë një bashkëbisedim bashkë sepse kërkoj kujtesën, sepse normalisht njerëz jemi, hallë kemi dhe kërkoj kujtesën nga ana jote. Kur fyu burrat shqiptar, në cilin qytet ishte? Në Dibër. Atëherë do të thotë që qytetar shqiptar është edhe Dumani, edhe unë, edhe ti. Origjina e Dumanit nga është? Nga Dibra. Nga Dibra është, a? Po. Po Ulsimanjës? Dibra. Pra do të thotë, këta në rast se janë të ofenduar, nuk votojnë Edi Ramën. Në rast se nuk janë të ofenduar, e votojnë Edi Ramën. Pra pranojnë që kryeministri i vendit, jo kryetari i Partisë Socialiste, të lutem bëjmë korrigjim. Jo kryeministri, po kryetari i Partisë Socialiste. Shkojnë atë vend dhe ofendojnë burrat. Tani burrat me 1 r me 2 nuk e di, është çështje individuale, ta zgjedhin vetë si mendojnë vetë ç'a janë. Tani puna është këtu. Ajo çfarë unë nuk kuptoj. Dhuna e ushtruar, pra verbale, ishte për diçka që Ulsimani nuk ka bërë si ministër dhe Rama i thotë që ju çekeni kështu sepse kam një të paaft. Edhe unë duhet një të paafti që kam ministër drejtësie të dërgoj një mesazh, apo ishte nëpërmjet një të paafti që komandon drejtësinë aktuale në Shqipëri, po i dërgoj një institucioni tjetër të pavarur kushtetues mesazh. Nuk e di. Fal, unë do ta lej këtë diskutim këtu, sepse unë përdora debatin me ty, përdora logjikën, përdora kujtesën e memorjes time për shkak të situatës e memorjes dhe përsëri nuk më dalin shifra dhe kam të pamundur të mendoj që ai e kishte për fëmia për të dy, po unë them për të gjithë. Dhe duke qenë se e them për të gjithë, normalisht e përfshin edhe Dumanin, sepse është burrë edhe ai, është në Shqipëri. Përfshin gjithë burrat të cilët janë të asaj zone atje. Gjithashtu përfshin të gjithë të tjerët ne. Për shembull, unë Ramën nuk e votoj në rast se do të dëgjoja këtë dhe nesër do thoja, vlla, do shkoj të votoj. Sigurisht që nuk e voton Hamet ai. Arroje. Ai nuk e voton, se ai e burr. Që do të thotë, kush e voton, do të thotë që ka kështu si thotë Rama. Po mesazhi nuk ka qenë drejt për së drejti kështu. Sepse, shiko, kur ai thotë këto fjali më kujtohet një fjali e zdromsit. Tha një zdroms për zdromsat, për veten e vet. Dhe tani ai nuk e di ku është origjina e tij. Më duket është edhe drejt shkarkim nga kryetari i bashkie dhe do ta shkarkojnë pasi të kalojë zgjedhje, sepse partia në pushtet nuk i merr kështu iniciativet për një zdroms. Që shajnë të gjithë tjerë të zdroms dhe ishte krye zdroms që blente 80.000 euro, dëgjoj tani, 80 milion ose 800.000 euro, 80 milion euro do të jetë, po 800.000 kanë dalë aty. Hajde, gjithsesi. Dhe merte, thot, libra. M'fal, 800.000 euro, libra, për t'i veshur dhe për të dukur të bukura, nuk i marrin dot.
Po gjithsesi, unë mendoj se ata të cilët e kanë dëgjuar këtë pjesë, uroj të kuptojnë të vërtetën. Kush në qeveris dhe kush duhet të iki, se në fund fare fatura është e rëndë dhe të paguajmë të gjithë. Dhe problemi në zgjedhje kush është? Në rast se ti mërzotri më voton PS-n, e kupton? Nuk më jep mua të drejtën që kam votu një parti tjetër që mos paguaj faturën që ti më detyrove të shkoj ta paguaj unë tani. Sepse unë e di si doja votimet. Po mërzotri, të hapura. Pse të hapura? Kush voton Parti Socialiste dhe kesh qeveris Partia Socialiste, fatura atit në shtëpi dhe të dalë ai për zot pa drejtësisë dhe burgaxhit që na kanë krijuar këto 12 vite. E drejtë, kjo është e drejta. Kush tjetër na ka krijuar që ka votuar këtë parti, fatura të shkojë këtit. Po jo ama unë të paguaj faturën e dikujt që është kryeplak, është një trafikant ose më mirë është një dallaverexhi në kadastër, të paguaj faturën sepse ai i bën vota partisë. Nuk shkon kështu, kjo është e padrejtë. Prandaj që të konkludojmë, këto thyrjet, këto etiketime janë etiketime që cënojnë demokracinë, vendin, zhvillimin e politikës dhe prandaj me qëllim politika jonë nuk ka kaq shumë avantazh sepse dalin këto individ e ulin nivelin e politikës që t'i thënë popullit shiko qa jemi ne, mos dil me votu. Pra, mos të inkurajohet populli. Unë në çdo mesazh nga sot e deri me datën 11 maj, shkoni, votoni për të ardhmen tonë. Lerni batutat i fusin atje ku e meritojnë dhe t'i fusin për veten e tyre. Shkoni, votoni dhe mos u merrni peng nga askush që ju merr peng të ardhmen, të drejtën, të ardhmen shqiptarëve, sepse nesër në rast se bëni gabim edhe votoni po të njëjtit, të cilët nga politikanë janë katandisur burgaxhi, dhe nesër kur të keni hall në hipotekë dhe të thoni avokatit, avokat ç'a të bëjmë, unë do ju them pas 11 majin me tallava shkoni përpara atit. Po ju pëlqej atit kërcimi, ja zgjidh hallin. Në rast se nuk i pëlqen atit kërcimin, do mbgeleni akoma në radhë duke pritur të drejtat tuaj që ai t'ja zgjidhi sipas dëshirës së tij. Prandaj votoni dhe shkoni dhe vetëm votoni. Ju keni folur për një listë ku administrata e Trump ka përfshirë gjithë personat të cilët mund të shpallen non grata apo personat të cilët kanë lidhje me Fondacionin Soros, të cilët mund të goditen nga administrata e Donald Trump. A bën pjesë Edi Rama në këtë listë? Lista përbëhet nga 69 individ, zonja dhe zotri, të cilët kanë një qasje, një qëndrim politik dhe kanë pas një lidhje dashurie, respekti me familjen e George Soros dhe Alexin. Alexi ku je? Dhe duke qenë në këto kushte, sigurisht nga burimet që unë disponoj, kjo listë zyrtare është 69 emra, nga të cilët 69 emra janë në zyrën qendrore të Partisë Republikane Amerikane, kur normalisht është përfshi dhe kryeministi Rama për shkak se fotot dhe videot e tij janë publike dhe nuk janë sekrete. Sigurisht që administrata Trump nuk pranon zotin Rama, sepse normalisht kush është i atashuar pranë zotit Soros, normalisht është dhe kundërshtar dhe armik i zotit Trump. Gjithashtu dua të sjell në vëmendjen tuaj diçka që sot asnjë media nuk e përcjell, po për shkak se më pyetet për listën që un kam cituar, është një listë zyrtare e cila kërkon reflektim për ta studiuar nga njerëz, sepse pikërisht Partia Republikane Amerikane ka njerëz të cilët i kontakton në shtete të ndryshme dhe merr një mendim apo merr disa emra dhe nga këto emra rezulton që dikush ka dhënë edhe një video tek administrata Trump që i rikujton qëndrimin publik të zotit Rama në 2016,
ose 17, 2016 mos gaboj, për ardhin e zotit Trump që e quajti njeri të rrezikshëm. Në rast se ju kupton fakti që zoti Rama në administratën e Trumpit nuk është se ka bërë ndonjë takim personal me te, po thjesht ka bërë takim institucional që ka të bëjë me NATO-n. Gjithashtu, në truezën e NATO-s që ka bërë Trumpi në presidencën e parë, oqi nga trueza dhe nga dreka, të gjithë ata të cilët janë borxhlinë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk kanë paguar pjesën e tyre takuese të antarësimit në NATO. Dhe si ishte justifikimi i zotit Rama atëre? Justifikimi ishte i tillë: unë po iki se kam një agent në Rom. Tani, ose në Itali, nuk e mbaj mend ku ka qenë, po në një vend tjetër. Tani, ekziston shqiptar në botë që kur ka një aktivitet në botë flasë, me presidentin Amerikan, me shtëpinë e bardhë, të thotë, unë po iki nga presidenti, sepse kam agent jashtë vendit në një vend tjetër. Asnjë se bën atë. Edhe sikur këtu t'ishte shpath gjendja jashtëzakonshme në Shqipëri, ai thoshte forcat shkonin e zgjidhnin hallin, sepse unë do bëj foton e famshme në shtëpinë e bardhë, atëherë që u bë ai skandal i famshëm që edhe atë lavazhierët e pastrojnë në ekranet sepse është problem hallet, se kanë hallet gjithë, kanë shumë gjëra. Unë do t'jem gjithmonë koherent, gjithmonë ashtu siç kam qenë dhe do të mbetem, sepse për mua e vërteta është që asnjë politikan shqiptar nuk duhet të tallet me ne, po edhe me memorien tonë. Unë prandaj i rikujtoj shqiptarëve që Rama dhe Berisha, në rast se janë e keq ashtu siç ju mendoni, mos i miratoni me votën tuaj, por ama mos heshni duke na thënë që kriminal njëri, kriminal tjetri, po mbajmë këtë që na ka çuar nga politikani, ka çuar njerëzit burgaxhi, sepse nuk është e logjikshme, është kontradiktore, nuk ka absolutisht asnjë rast me realitetin. Prandaj që të konkludojmë, me gjitha këto rrethana që unë citova më përpara, patjetër lista është e gjatë, prandaj dhe analiza ishte pak e gjatë, por patjetër përfshin dhe zotin Rama, sepse faktet që unë ju thash dhe ju a tregova janë botërisht të ditura dhe nuk është se unë shpif diçka dhe nuk them të vërtetën. I keni në faqen në YouTube, i keni kudo që duket qartazi që Rama kishte një linjë kundër Trumpit dhe ajo çfarë Rama ka bërë është e pafalshme për administratën e Trumpit. A mendoni se Edi Rama është i izoluar ndërkombëtarisht dhe kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se as në Paris, në ceremoninë e inaugurimit të rindërtimit, të rekonstruksionit të katedrales Notre Dame nuk u takua dot me Donald Trump, por as së fundmi në Rom, ku ju dha lamtumira e fundit Papa Franceskut, Edi Rama nuk ishte i pranishëm. Atëre, për opinionin publik, Rama kur mori rolet e tij, për mendimin tim gabim bëri, që i doli Rusisë në atë formë që i doli, inshallah një zot na shpëton, sa ata janë të çuditshëm rusët. Gjithashtu dhe iranianët që na sulmuan, mënyra që Shqipëria doli në arenën ndërkombëtare, kur unë shikoj ambasadorët të shteteve të tjera në OKB me kostume nga 30.000 euro, 40.000 euro, dhe shikoj ambasadorin ton me një kostum 5.000 euro, edhe më shkon ti mua, si kryeministër, pse jemi Albania, edhe më shkon ti mua në një institucion, edhe më shpall lufti mua me Rusin, ku halli Rusisë dhe Ukrainës është i çështjes të tyre të brendshme, dhe ti e vendos popullin shqiptar sepse kënaqet dikush që të bëj luftë për të përfituar para në kurrizin ton, vendos Shqipërinë dhe vendos Ramën sepse i pëlqen vetë të dalë jashtë shtetit dhe pastaj
ne të pagojmë faturat sikur është rritja e çmimeve që ne kaluam një krizë që s'duhet ta kishim kaluar, me rritjen e karburantëve, me krizën energjetike, të cilën nuk kemi fajtor ne pse të paguajmë, sepse Rama donte të dukej njëri ndërkombëtarëve që ishte Shqipëria përpara, Shqipëria do të çlironte Ukrainën dhe Ukraina do të shpëtonte nga Shqipëria sepse Rama ishte me administratën e Bidenit. Po tani zotëri që Trumpi e ndryshoi tërësisht pllakën. Me kë është Rama? Me Trumpin apo është me Ukrainën? Me kë është Macroni? Po kë është Macroni? Ç'a bëni Macroni atje në Vatikan? Që ju afronte Trumpit? Pse Trumpi bëri takim me Ukrainës dhe Ukrainës i tha tani du marrëveshje vëlla se Bideni ma futi? Pse? Dhe pse ne duhet të kishim shfaqur një talent? Se këtë do ta shikoj Rama, do ta shikoj Rama dhe ata të cilët mbështesin Ramën akoma dhe mendojnë sikur dalë aty në OKB aty përpara gjithë ujqërëve, shteteve të cilët kanë gjatë fuqi ushtarake, e ne s'kemi ushtar, mos ke ushtar, ku i ke? Vjen raketa nga Rusia këtu, s'ke, do të thosh, hajde, s'kam ç'a të bëj. E kupton ku jemi. Larg qof, po kjo situata jonë, si shkon ti vërë zotri, që ti ke shpallur brenda ministrisë, shikoj është një lajm kë. Ke shpallur në Ministrinë e Mbrojtjes vende vakante sepse nuk ke më jo ushtar, por nuk ke kështu oficer, çfarë janë këto, të cilët i kena për ushtri. Nuk ekzistojnë, nuk ka mjete lufte, kupton, vjen titi nga raketë me raketat i lartë thua, o Zot më shpëto. E gjithë kjo situatë që të cilën krijoi Rama në raport me ndërkombëtarët ka qenë e gabuar. Dhe përveç kësaj, mënyra se si Rama drejtonte apo bënte takimet me ndërkombëtarët ka qenë diçka e afruar nga administrata e Bidenit. Tani që Bideni nuk është, Rama nuk ka më prezencë në arenën ndërkombëtare. Rama si kryeministër, zotëri, dhe zonja dhe zotëri, jam i bindur që e kalon e oqeani. Nuk jam nga ata që them a e kalon se kalon. Por Rama, për mendimin tim, 4 vite të ardhshme mund të takoj Trumpin vetëm për arsye që Trumpi do të ketë një interes personal për Amerikën, por jo se Trumpi do të takoj Ramën për një interes ose të më mirë për një lidhje marrëdhëniesh edhe institucionale për sa i përket pjesës shtëpisë së bardhë, po nuk besoj se do të ketë një afrimitet me të, sepse faktet tregojnë qartësi që Rama punoi kundër Trumpit dhe në kurrizë të Trumpit. A mendoni se kryeministri Edi Rama mund të goditet sa i përket aferës korruptive të ish agentit të FBI-së Charles McGonigal si nga SPAC, por ashtu edhe nga pjesa amerikane, por vetëm në rastin nëse humbet zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit? Rama është i goditur edhe nuk ka rëndësi a e humbet zgjedhjet apo i fiton zgjedhjet. Rama është shtetas shqiptar dhe kryeministër i vendit. Unë do t'i referohem kodit të procedurës penale dhe kodit penal. Rama ka marrë pushtetin në 2013. Pushteti 2013 sigurisht ka sjellur shumë burgaxhi. Nga burgaxhit që ka sjellur ky pushtet, sigurisht prokuroria e posaçme ka vendosur procedime penale ndaj burgaxhive të tij të Partisë Socialiste, por ashtu ka vendosur dhe në procedime penale me fraksione. Për mua fraksionet janë shqetësuese për faktin se parashkrimi i veprës penale një politikani që akuzohet për korrupsion pasiv parashkruhet pas 20 vite nga momenti i kryerjes së veprës penale që i atribuohet personit. Pra, çështja mund të jetë e regjistruar, por për personin nuk mund të kaloj më shumë se 20 vite, jo 10 vite. 20 vite korrupsioni pasiv. Sepse
Marzhi i dënimit është nga 4 vite deri në 12 vite. Që do të thotë kodi penal parashkrimin e kësaj veprës penale e çon në 20 vite. Nuk ka rëndësi a është në pushtet apo jo. E rëndësishmja është që do të procedohet një ditë, sepse pikrisht në rast se Berisha me dosjen Partizani shkon drejt gjykimit të çështjes, çdo politikan i ardhshëm në Republikën e Shqipërisë, në kushte që jemi në këto zgjedhje që garon Lapaj, Qori, Shabani, Sheaj e të tjerë, janë të gatshëm si ushtar të çojnë dhe të procedojnë Ramën në burg. Pse? Sepse pikrisht ata duan t'i marrin karriken. Dhe si do të përdorin pushtetin e tyre? Do ta përdorin rastin precedenti Berisha. Në rast se rasti dosja Berisha Partizani shkon në gjykatën e themelit dhe gjykohet në themel, sigurisht dhe këta politikanë që presin që të marrin stafetën e vendit, do të çojnë Ramën përpara drejtësisë. Pse? Se pikrisht parashkrimi i veprës penale e korrupsionit pasiv është në fraksione që ka ndas paku. Po kjo nuk do të thotë që ekziston drejtësia. Jo, drejtësia do të jetë në kohë reale, jo drejtësi që mbaj fraksionet aty, zbrit nga president republike e pastaj të kapa në flagrancë. Ajo nuk është drejtësi, ajo është thjesht për të tallur me disa qytetarë të cilët vdesin për arrestime, po në fund fare rriten faturat që ne do paguajmë për padrejtësitë që janë bërë gjatë arrestimeve. Thjesht për të kënaqur imazhin, mëllefin e qytetarëve që fusni në burg dhe mos sekuestroni pasuritë. Bëheni më shumë miliarder duke shkelur kodin e procedurës penale. Prandaj e them, nuk ka rëndësi humbja e zgjedhjeve. E rëndësishme është procedimi. Dhe unë i them Ramës, mund të jesh kryeministër, mund të bësh mbret, por procedimin penal nuk e shpëton. E di pse nuk e shpëton? Se ka një sekret. Të gjithëve atyre që ke bashkëpunuar, ju kanë sekuestruar telefonat. Duan ata, s'duan ata. Në rast se Ilir Meta qeka për korrupsion pasiv dhe gruas e tij për korrupsion pasiv. Dhe përveç kësaj, gruaja deklaron tek Fejziu dhe thot: unë kam komunikuar me Edi Ramën, pra në rast se sot akuzohem unë për korrupsion pasiv, do të akuzohet dhe Edi Rama, sepse kemi bërë bashkë korrupsion. Këtu mbaron e gjithë ajo çfarë themi. Jo me gongal, po jo kjo, po jo ajo, por telefoni i ka djegur të gjithë. Thjesht pritet sa po të zbresin nga karrikja që të bëhet veprimtaria e një drejtësie të pavarur, të paanshme, jo e lodhur, po surprizuese. Pra ju mendoni se mesazhet e Monika Kryemadhit me kryeministrin Edi Rama mund ta fundosin këtë të fundit dhe kjo shpjegon sipas jush edhe kërcënimin që ai bëri kundrejt Spakut që mos guxoi njëri që të marrë telefonin? Kush e kuptoi, e kuptoi. Kush mendon se akoma ekziston situata ashtu siç mendojnë ata që vdesin duke na thënë na bë lavazhier dhe na thënë nga mis deri ndar. Arrestimi, qeveri teknike zgjidhet para kushme, do kemi këtë, do kemi atë, ju kështu ashtu na trembi, kuptoj. Arrestim, kap. Çat kap me vlla, kap, nuk bëhet kështu situata. Qartasi, shqip, juridikisht, politikisht, hapim klapa këtu, mos ndryshoni kodin penal PD dhe partitë e tjera, se këtu tek bardhi do jem. Me emër dhe mbi emër, kush do të ndryshojë kodin penal? E kemi një kod penal shumë të mirë, dhe kodin e procedurës penale akoma më të mirë. Prandaj them, neni 260 i kodit penal, përputhje me nenin 66 të kodit penal në pjesën e përgjithshme, parashikon qartazi kriteret
e procedimit penal. Gjithashtu, surpriza që do të vi, do t'jetë dhe të gjykimi Meta. Se në rast se Meta që ka kapur për korrupsionin global që ka bërë i vetëm, e sigurt është që po kryemadhi thot nuk e kam bërë me Metën, por e kam bërë me Edi Ramën, dhe gjykimi do të bëhet gjykim i zakonshëm, i vonuar, se dihet që në Shqipëri drejtësia jonë punon me rekorde dhe me orar amerikan, për shembull tani jemi në darkë, ne ata janë mëngjes dhe derisa të vinë mëngjesi të bashkojnë njëri me tjetrin do presim. Prandaj unë mendoj që situata nuk është e mirë për Edi Ramën. Bëjmë lavazh nga mjesi deri në darkë. Ai i bën lavazh vetes vet, a kupton, direkt thot që unë jam mbreti, jam perëndia. Ishte edhe njëri që thoshte do bëhej kryetari i Partisë Socialiste, tani nuk e di është në burgjet e Shqipërisë, zoti Bardhi, nuk e besoj. Nuk e di, të korrigjoni, kush është në burgjet e Shqipërisë në kohët e fundit që do ishte kryetari i Partisë Socialiste në të ardhmen. Pra, të ndihmoj unë ty se mbas e ke harruar. Erion Velia më. Po. Atje kanë vendin. Se mos harro, se edhe Erion Velia kur ishte në kohë të bukura me Edi Ramën, fliste me Edi Ramën në telefon. Edhe Ahmetaj kur ishte në kohë të bukura shkëlqyeje, dashuria, mirëkuptimi, edhe ai i dashuruar ishte. Edhe Tau Landballa. Dashuri, flasim me SMS. Sa vota bora, ka që i bëri ky e Xiu, po ai tjetri, tërmet, po kur të bi tërmeti, hajde flasim bashkë, se do bëjmë intervistë Bardhi, do të bëjmë bashkë Bardhi intervistë, edhe për këtë tërmetin, edhe për atë tjetrin Ulsin, edhe ai thoshte, tërmet, e bërëm nami, mos e kështu mas ashtu. Të gjithë këta, duke bërë gropën njëri tjetrit, por jo ashtu si që thënë, se këtu është problemi me disa qytetarë. Mendoj se është drejtësi kjo që arreston. Po e di si është kjo drejtësi, është kjo, ai është hajduti, e kupton, ai është hajduti, dhe policia nuk shkon tek hajduti. Detyrohet dikush tjetër që t'i thojë të tjerëve që ky është hajdut, nxjerr disa sipërmarrës kallëzimesh edhe çojnë detyrimisht tek prokuroria, që prokuroria pas shumë kohësh të kujtohet që pas kemi hajdut, dhe thot tani që kemi një hajdut dhe përdorin flagrancën, ku hajduti e ka qëndisur, e ka pastruar fare atë, dhe thjesht ku shkon ti aty thua vepra penale është kryer me sukses, por nuk kam asgjë ç'a të bëj më tej përveç procedimit penal. Prandaj po ju them që ata janë në një luftë të brendshëm dhe në një moment kur zoti Rama do të ndihet i kërcenuar, sigurisht që do të jetë me cilësinë e të pandeurit ose me cilësinë e dëshmitarit të një të pandeurit, siç është rasti Ilir Meta. Pse? Sepse qeverisja 2013-2017 ka në dosjen e Spakut dhe në dosjen që do të jetë për rastin Meta, kryemadhi, bashkëqeverisjen e Partisë Socialiste. Le me Gonigal është gjë tjetër. Por këtu mahemi të çështjet e brendshme, siç thoshte shoqja jonë amerikane Yuri Kim. Përfaqësues të Partisë Demokratike kanë deklaruar se në javën e fundit të fushatës, duke nisur nga prania e Lasivitës, do të ketë një lajm bomb për Edi Ramën. Pra do të ketë një surprizë që mund ta godas në këtë rast. Ju si mendoni për çfarë bëhet fjalë në këtë rast dhe cila mund të jetë ajo surprizë që mund t'i vijë në javën e fundit të fushatës? Tani, magjistar nuk jam, fallxor nuk jam, por ama ne nuk ta lejmë të bie asgjë në tokë. Që do thotë, ti marrim me radhë. Që do t'jetë bombë do t'jetë. Tani a do shpërthej, nuk e di. Pa që do djeg, do djeg. Po nga djegja do kërkohet zjarr fiksi, nuk e di. A do të jenë zjarr fiksët për të ndihmuar Ramën në shpëtimin nga zjarri dhe për të shuar zjarrin, kemi një problem. Problemi është ky, ujë. Në Tiranë nuk ekziston ujë dhe ne do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Këtu është bomba që shpërthen, sepse nga zjarri nuk kemi ujë
për të ndaluar zjarrin që shpërthej bomba. Dhe duke mos ndaluar zjarrin, shpërthen bomba dhe sigurisht bomba është e qartë dhe bomba ka qenë shumë e qartë, po nuk e them unë. E thot zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sherifi ju ka ardhur, aty e keni, po nuk hapni syt, mendjen dhe veshin, sepse ju pëlqen vetja. Kjo është e vërteta. Aty është. Ku është? Aty, po ju nuk e shikoni. Kjo është bomba. Dhe kur të jetë sherifi, nuk do thot, unë jam sherifi dhe këtu do bëhet situata. Pse? Linja Trump Bardhi ta kam thënë edhe më përpara dhe asnjëherë s'më besonte, urdhro faktet konkrete, urdhro kontratat, urdhro ardhjet që vinë shumë përfaqësues të huaj të Berisha, urdhro daljet e Berishës jashtë shtetit në forumet europiane, që do thot goditja ose më mirë sherifi është aty, ka ardhur. Dhe për ata që e thënë, jo po në ngrada ka ikur po do iki, nuk ka rëndësi. Në ngradën e degeneroi populli shqiptar, populli demokrat, ata të cilët atashojnë pranë Partisë Demokratike, por vula që shkoi në vendin e dur në origjinën e saj dhe u keqpërdor nga vulhumburit, ata të cilët bënin sikur do merrin vulën, sepse akoma e kishin jurin të gjykata e lartë duke i bërë fresk partisë në pushtet. Por punë tjetër kjo. Sherifi ka ardhur, e keni këtu. Kështu tha zëvendës presidenti amerikan. Të them të vërtetën. Kam një respekt dhe i pse jo një përqyeshmëri nga mënyra e artikulimit e zëvendës presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam edhe një ëndër për te që ai mundet në një të ardhme të jetë një president amerikan. Prandaj besoj tek ai tek sherifi dhe prandaj po të them edhe sekretin që unë vetëm për zëvendës presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aplikoj për vizë amerikane në të ardhmen dhe po ashtu do tentoj të shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me një kusht, që zëvendës presidenti të kandidoj për president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por me një afat të gjatë, do presim, por sherifi është këtu, ka thënë ai. Si mendoni, pse s'pak ka rënë në heshtje përgjatë kësaj fushate elektorale apo goditjet e mëdha i ka lënë pas zgjedhjeve të 11 majit? Unë nuk mendoj se është në heshtje, thjesht spaku po luan lojë politike për të ndihmuar Partinë Socialiste dhe të goditur Partinë Demokratike. Treguesi i qartë, zoti Mazniku sot ka vajtur në prokurorinë e zakonshme. E çuditshme është përse zoti Mazniku duhet shkojë të paraqitet në prokurorinë e zakonshme dhe jo prokurorinë e posaçme, ashtu siç ka ndodhur për ish ministrat, ish deputet, ish kryeministra dhe me radhë që paraqiten përpara spakut. Spaku për të bërë PR-in e radhës, mbase ka kërkuar që zoti Mazniku të shkojë të japi dëshmi në prokurorinë e zakonshme, por unë mendoj që në rast se kemi të bëjmë me një vepër penale që është shpërdorimi i detyrës, normalisht që spaku nuk mund të merret vetëm me shpërdorimin e detyrës, fut atë si themi paketën e përgjithshme shpërdorim të detyrës, korrupsion pasiv dhe futet atë si kanë bukur këtë shplarjet pastrimit parave çfarë këto gjëra, e bën bashkë një paketë dhe fut fare vendosin për procedim penal. Për mendimin tim, spaku është organi i qartë i Partisë Socialiste. Unë nuk kam asnjë dyshim që spaku ka dhe procedime që i shpik vetë, sepse interesojnë statistikat. Për mua spaku nuk lufton krimin organizuar në kohë reale, thjesht bën statistika, pra merr një person të penduar drejtësisë edhe ka bërë film fare atë situatë aty, del ai çdo një muaj nxjerr një lajm aty, marrin gjithë nxjerrin lajmin, fillon spaku bën hetime, bën sikur po bën diçka,
dhe në fund fare do t'jenë statistika. A që do kemi arrestime, po do kemi arrestime, jam i bindur. Pse? Sepse pikërisht ekzistojnë procedimet penale, një, dhe dytë ekzistojnë kallëzime që janë bërë me porosi. A do të kemi prokuror që do të arrestojnë në flagrancë, apo do kemi prokuror që do të jenë vendosin njerëz me detyrim paraqitje pres për të bërë duke parë. Por un kam një ide dhe një mendim tjetër. Unë mendoj që mund të goditet ndonjë politikan shqiptar, por ai që mund të goditet, emër nuk themi, por ajo që mund të themi është që nga përgjime që janë bërë, se janë bërë përgjime, por nuk është se ka cilësinë e politikanit me status deputet, por janë bërë përgjime, nuk e di a do të procedoj spaku me njëherë apo do ta bëj pas zgjedhjeve, por dihet qartësi që 4 individ të cilët janë të përfshirë në afera të rënda korruptive, por jo vetëm, sigurisht që do të procedohen nga spaku. Kjo nuk do të thotë që ekziston drejtësia e spakut. Jo. Kjo do të thotë që është momenti për të çliruar Edi Ramën, ku Edi Rama do të kërkojë nevojën ekstreme nga kryetari i spakut, sepse pikërisht kjo e provuar botërisht publikisht në asamblenë e Partisë Socialiste. Zoti Rama ka kërkuar nga zoti Dumani, ai e ka bërë, kemi realista me tuta, realist. Arrestimin e Sali Berishës, o krye. Arrestimi i Ilir Metës, o krye. Arrestimi i zëvendës kryeministrit, o krye. Arrestimi i Ilir Beqës, o krye. Pra, të gjitha këto porosit janë kryer në mënyrë kaq shumë serioze dhe kaq shumë profesionale e bindjes së një militantit janë bërë. Pra, nuk është shpifje që ne themi që Ilir Meta u arrestua në mënyrë të padrejtë duke u dhënuar publikisht, që dalin lavazhierët sot të thënë që edhe Metën e kanë arrestuar në formë të gabuar, ndërkohë kur para se të arrestonin Erion Velin, thoshin nuk ekziston dhuna ndaj Metës. Ose akoma me qesharake. Ndodhi arrestimi i Erion Velis, thënë i dënuar pa vendim. Ndërsa kur ishte rasti Metës dhe Berishës dhe të tjerë, e meriton të dënimin sepse është dënuar. Tani thot, edhe Meta, edhe Berisha, ne jemi të pavarur, analist jemi ne, po pa vendim. Pra, që të konkludojmë dhe të themi të vërtetën ashtu siç është, dhe njerëzit kënaqen me arrestime. Pse? 3 ditë zgjat gjithë ajo. E pat arrestimin e Erion Velis, ndodhi gjithë ajo show, dolën ato të bashkisë, lavazh nga mjesit deri në darkë. Ky është mesazh për Edi Ramën. Ky është mesazh për çdo njeri që ka pushtet sot. Tani e kanë harruar komplet Erion Velin. Pa harruar, po çu është pushteti? Unë kur them që Partia Socialiste nuk ka fjalën integritet gjë të shenjtë në pushtet. Ka dallaveregji, sekser, i korruptuar dhe kriminal, janë meritat më të mëdha të atashuar pranë Partisë Socialiste në këtë kohë që jemi. Dhe ata të cilët më thonë janë paragjykues për partinë e tyre, le ta thonë, nuk kam asnjë problem. Por atë që unë i them është e vërtetë. Pse? Ku ishin ata që dishin njerëz kur Erion Veli ishte në karrike? Ku janë sot ata? Janë në Biruca. Dhe asnjëri prej tyre tani nuk shfaqet të na thotë të vërtetën. Jeni me Erion Velin, jeni me Partinë Socialiste, apo jeni me Edi Ramën? Sigurisht janë me Edi Ramën. Sa shit blerja, sa u futu kyç atij tjetri në burg, ja prevën faturën. Tarifën, faturën, thjesht mungon arkivoli. Se kështu jemi ne. Pse? Sepse Partia Socialiste ka ndërtuar qëndrueshmërinë e saj politike në pushtet dhe për Partinë Socialiste meritokracia nuk ekziston, është pushteti. Sa të jenë në pushtet ata, do shikosh që edhe tau, e tau lamball, sa është në pushtet, s'dëgjohet zë. Ikën ai brenda atje, harrohet. Edhe për Belinda Ballukun.
ti nuk e shikon të çuditshëm se jem te tema arrestimeve. Po atë bëj një pyetje tani. Pse Spaku do të merrte BKH-n e ta çonte në qytetin që Belinda Palluku është kryetare e grupit? Do sekretin. Asnjë se mendon atë që dion. Pra, dion. Çfarë dion asnjë gjë s'di. Po, a do të them unë sekretin? Sekreti është ky. Rasti ekstrem. E fiton Rama mandatin. Jo i vetëm, po fitoj me deputet të Veliajt. Ose po e fiton me koalicion. Tani, po i vetëm nuk e fiton Edi Rama. Ta harrojmë këtë gjë. Po nga Erion Velia edhe e fiton. Se bëjnë atë për interesin e partisë, po përsëri Erion Velia në rast se lën Ramën në qeverisje edhe 4 vite, atje është i zhytur me grupin e vet dhe nuk ka asnjë alternativë për mendimin tim koalicion me Saliun që të shpëtoi dhe Erion Velia. Çështje e brendshme si bënte Juri. Tani ç'a ndodh? Në rast se fiton Rama mandatin e 4. Dumani, a i mbaron mandati në dhjetor? Në kushte që jemi. Të lutem, po apo jo? Po, në dhjetor, po. Qa detyre merr Altin Dumani në dhjetor? Prokurori thjesht. Por sa vite i duan Altinit të iki nga sistemi i drejtësisë? 3. Sa vite nga dhjetori që supozojmë merr mandatin e 4 i duhet Altinit të rri aty dhe Bela të jetë pozicion të lartë? Dhe a i duhet Rama, apo i duhet, jo Rama, po, a i duhet Altinit të ketë Ramës një karton në fund fare që ta detyroj Ramën të thotë, shiko, unë etova dosjen aty e kam, tani ç'a të bëj? Do ma bësh këtë nder apo unë tani të veproj sipas ligjit? Pra do të thotë, ka pelajmin që do të thotë, pse Spaku shkoi në këto kushte të bëj fushat atje? Dhe pse droni ndalon të demokratët dhe jo të socialistët? Tani, kush ka parë mend ose pak tru, pa qenë militant, dihet që partia që bën korrupsion zgjedhor është partia në pushtet, sepse partia opozitare të bëj korrupsion në zgjedhje nuk shkon. Pse? Se partia opozitare e din që çdo prurje që do vi dhe ta votoj, se s'ka ç'a t'jap, se ai që do vi tek partia opozitare do ta japi votën se pretendon pushtetin. Ndërsa partia që është në pushtet investon për korrupsion sepse nuk don t'i iki pushteti. Tani unë po të them ty. Dumani çoi gjithë Spakun në qytetin e Fierit. Tani, pse e ka çuar atje? Pikërisht se partia ose sistemi i drejtësisë aktualisht është në 1976. Prandaj, ajo që unë dua të them është kjo, që e gjithë situata që ne jetojmë sot na kujton situatën e 1976 dhe unë jam i bindur që Spaku punon për shifra, Spaku nuk është ajo që besoni dhe s'duhet ta besoni, unë nuk e besoj, do të jem kundërshtar ndaj një Spaku që përdoret krejtësisht politik dhe Spaku nuk është i pavarur politikisht. Edhe ju ftoj para se të mendoni një anshmërinë time, që nuk e kam, po kam pavarësinë time dhe lirinë time madje, ju ftoj në rast se doni të ju ftoj në një restorant ose në një konferencë dhe të bëjmë ballafaqim midis kushtetutës, ligjeve, organizimin e Spakut, mënyrën e përzgjedhjes së tij, gjykata e lartë si e përzgjedh, komisioni i cili përbëhet dhe në rast se doni, ju ftoj një ditë të vini në Truez të ballafaqohemi që të shikoni që Spaku nuk është i pavarur nga aspekti i veprimtarisë, por është i pavarur nga aspekti i asaj që ne themi institucionalitetit. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj dhe më lejo të çoj një mesazh tek qytetarët shqiptar
kudo që ata ndodhen, duke I bërë një ftesë dhe një kërkesë qytetare pa ndikim të partive politike, por ndikimi një. Shpëtimi I Shqipërisë ka lënë nëpërmjet votës. Vota është e shenjtë, nuk duhet të shitet, vota duhet të jepet aty ku meritohet dhe përveç kësaj, ai I cili nuk ishte I aftë ta bënte votën shpresë jetese për qytetarët e kanë për detyrë që të ndëshkojnë atë person duke mos e votuar dhe të votojnë njerëz të tjerë të cilët kanë shpresë edhe kanë një program, një platformë që të vinë ndryshimi në Shqipëri. Ndryshimi në Shqipëri nuk kalon përmes Brukselit as Shtëpisë së Bardhë. Kalon nëpërmes Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Gjirokastës, Shkodrës, Lezhës, Tropojës, gjithë qyteteve të Shqipërisë, që do të thotë ne jemi këtu, jetojmë, gjithashtu ftoj të gjithë shqiptarët të cilët nuk kanë votuar në këto kushte që jemi për ndryshimin, por gjithashtu në rast se nuk kanë marrë pjesë në këtë votim që bëhet me post, I ftoj të harxojnë pak lek nga lekët e tyre, të vinë dhe të votojnë në Shqipëri dhe të ndëshkojnë të gjithë politikat që sot I kanë detyruar të jetojnë në emigracion. I ftoj të marrin pjesë masivisht në zgjedhje. Jam edhe I bindur dhe ftoj qytetarët që në rast se duan që Shqipëria të drejtohet me koalicion, I ftoj dhe të bëjmë një betejë së bashku dhe unë I ftoj të gjithë. Mendimi im është I tillë dhe publik. As Partia Socialiste, as Partia Demokratike mos të fitojnë 70 mandate e sipër secila. Por asnjëri prej tyre mos të fitojnë mbi 70 dhe qeveria e ardhshme e Shqipërisë të jetë ndërtuar nga një koalicion I gjerë. Politika për ata të cilët duan ta dinë politikën është marrëveshje. Politika nuk është një lojë private individuale, prandaj quhet politik, se përfshin shoqërinë në tërësi. Dhe mesazhi im është shumë I qartë. Ejani votoni. Mos lejoni asnjë nga dy partitë kryesore të mbizotrojnë dhe të marrin në qafë pronën tuaj, jetën tuaj, shtëpinë tuaj, familjen tuaj, të ardhmen tuaj, duke përfunduar politikan në dyert e burgjeve dhe duke I shëndëruar burgaxhi dhe jo politikan. Sa më shumë të jetë pjesëmarrja, aq më e mirë do të jetë për ne e ardhmja. Bashkimi Evropian na pret, po na pret neve si shqiptar dhe jo Edi Ramën dhe jo Sali Berishën. Prandaj, më lejo edhe nëpërmjet ekranit tënd të ftoj të gjithë qytetarët shqiptar, kudo që ndodhen, të marrin pjesë në votime. Votimet janë dita e festës e demokracisë, të cilën kemi për detyrë ta ndërtojmë brezi I ri dhe ne nga e para. Dhe I ftoj edhe një herë të merrni pjesë masivisht. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.